nuk bën gjë tjetër sidomos edhe brenda reformës, morën një iniciativë për një hartë të re gjyqësore, ku në fakt po marrin gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, i cili gjykon çështje civile dhe penale, duke qenë se gjykata administrative e apelit është tjetër, kur në fakt gjithë Shqipëria tashmë është mbledhur në këtë gjykatë. Mjafton të shikoni kushtet, jo vetëm kaq, por e para nuk ka gjyqtar. Nga 78 gjyqtarë që do të ketë kjo gjykatë, ka 31 dhe tashmë nuk është më as i ndjeri. Dhe ndërkohë, kësaj reformë, ose më themi kësaj harte gjyqësore, nuk ju paraprim minimalisht me infrastrukturë gjyqësore. Kemi janë salla gjyqi jo më shumë se 9 deri në 12 metra katror. E ke gjyqtarin aty. Pra dhe pala është aty. Pastaj pjesa tjetër, pra u vran nga sistemi për mendimin tim dhe kam bindje të dhe nuk kam asnjë lloj frike ta them kudo. Pjesa tjetër më pas në kuptimin po themi të momentit, nëse do kishte pasur një protokoll minimal sigurie, kjo vrasje nuk do kishte ndodhur. Minimal sigurie.